tretat e dyfisht e gjithë të këto të tjera. Dhe si e tillë në një sistem të reguluar të një kushtetues i cili është si instrument për me regulu jetën politike dhe jo vetëm shoqërore këtu, si gardian i kushtetutës, interpretimin themelor ose interpretimin përfundimtar final, kësaj pune ban gjykata kushtetuese me vendimin e saj. Jo të disponuarit apo struktura tjera shoqërore, cilat do qoqin ato, partit politike, grupet interesi, sindikatat, ata që parashtrojnë kërkesa në gjykatë kushtetuese mbi një temë të caktuar apo mbi një interesim të caktuar. Prandaj këtu është problemi. E thash edhe atë ditë kur e bisedum, kur e lexoj në mënyrë të shpejt ta ulonti vendimin, është problematike me prit se sensi politik. Tash nuk po tham partijak, po tham politik, i nevojës urgjente për me pas një përgjigje të qartë, e shoh që ajo nuhatje të gjykatësit tonë, gjykatë kushtetuese, ka mungu, se paku si pas mendimit tim. Sepse po ta kishin një nuhatje politike, nuk tham nuhatje partijake, me thirrën telefon aty më thonë, shka po thuti i PDK-s me bo, shka po thuti i vetëvendosjes me bo. Nuhatje politike në kuptimin, kur e ki një strukturim të këtill partijak, politik në parlament, atëherë ti si gardiani i kushtetutës, i një trupe e cila është roji e rendit kushtetues, qosh edhe bosh maj qartë dhe ma decisiv në vendimarrje, se saktë e din që ata të zgjedhurit kanë me gjithë bish që është ata ulanti. Kanë më kapë në norma jo tha, jo s'tha, edhe kanë me interpretu që shdojnë vetë. Do të prandaj mesin këtë vorbullën në këti rrethi vicios, do të me interpretu tash interpretimin e interpretimit vendimit. Qohet ky interpreton qysh jakona, qohet ai tjetri politikan qysh jakona, edhe në fund tash ti e ndërtojnë nga gjykata kushtetuese referenta juridik. Shkot aty deputet, i thot, më falë se unë se kuptova, po mendoj që një paragrafin 141 ka thonë qështu. Tash nga një gjykatës i nderuar gjykatës kushtetuese, na bojna me gjithë respektin për referentin, bojna referent, jo bezoti deputet s'kena menu në kështu, kena menu qështu. Tash vjen tjetri, 120 herë, për nevoja politike tyne. Këtu e shok gabim, edhe paqartësin, apo jo qartësimin e dur si mos guxim apo ndoshta mos kuptim të rrjedhës politike të na në Kosovë. Kjo është, nuk i kam shu, atë kjo është simbolike. Gjykatësit e gjykatës kushtetuese po ndoket e kam pas atë Shekonin e kam pas me gumë për funi. Soni mirë, ajo e Romja në tavolinë. Bravo. Atë pëlqeu kjo? Shumë, po. Po, si simbolika, ka drejt blerimi. A kupton, vendimi është optimal, nuk është radikal. Po këtu s'krym punë optimalja. Me këta që duhen me gjithë bishta në politikë. Dëgjoj prov, do të thonë, po kjo konsiderohet ligj. Edhe ata duhet me kuptu. A di kush duhet me kuptu? Ata që kanë bërë kërkesën edhe deputet. Populli mundet edhe mos me kuptu. Rregullot. Interpretimet. Ma s'po don me kuptu, nuk ka problemi që se kupton prov. Të drejta interpretimit është interpretimi i lirë, interpretim doktrinar. Këta kanë bërë interpretim zyrtar, vendimarrës. Po sa s'ka këtu hapësinë. A në demokraci kemi gjithë të drejtë me interpretu, ashtu si dëshirojmë ne. Po ata por jo po të drejtë me mos me implementu. Se kjo do të bëhet kur gjomas mas 30 ditëve. Me implementu duhet... Çka kimë bote, ja kimë shtim burgun nëse se implementoja? Unë kam të drejtë politike, po thotë. Tjetri po thotë ky po bllokon tjetri prov. Prandaj unë po mendoj se ju në gjykat, kur tham ju, në logjikën mendimin tim mendoj se nuk keni pas